Fondi prej 52 milion euro për mbështetjen e bujqësisë konsiderohet i ulët nga eksperti i bujqësisë Gjok Vuksani, sidomos në krahasim me vendet e rajonit. Aktualisht janë planifikuar 52 milion euro për mbështetjen e bujqësisë, gati sa gjysma e mbështetjes që jep Kosova dhe 3 herë më pak se mbështetja që jep shteti i Maqedonisë për fermerë. Sipas tij, një pikë tjetër e debatueshme është skema e re e subvencionimit prej 100.000 lekësh për hektar, e cila aplikohet vetëm për fermat mbi 3 hektar. Unë nuk e di me qa guximit e kanë bërë këtë skemë, por kjo është një skemë që i drejtohet vetëm një fashe shumë të ngushtë të fermerëve dhe gjithë pjesa tjetër ngelet e pambështetur nga fondet e qeverisë shqiptare. Vetëm 6% të gjithë fermave shqiptare janë mbi 3 hektar dhe 94% të gjithë fermave shqiptare janë poshtë tij kufirit. Situata rëndohet edhe më tej nga rritja e çmimit të naftës. Ka 2 probleme shumë të mëdha bujqësia shqiptare në këtë moment. E para është rritja e çmimit të naftës, është e pamundur që fermerit ta punojnë tokën me këtë çmim nafte dhe në fund të nxjerrin një fitim. Nga ana tjetër duhet ta theksojmë që janë rritur me 30 deri në 40% gjitha inputet bujqësore. Pra është rritur farat, fidanët, plehrat, pesticidet, produktet e mbrojtjes bimëve dhe kjo i bashkangjitës rritjes së kostos së punimeve të tokës dhe si thua këto dyja bashkë e bëjnë fermerin hezitues për të punuar tokën. Eksperti paralajmëron se nëse nuk ndërhyet, shumë toka mund të mbeten djerë, ndërsa rritja e kostove dhe mungesa e mbështetjes së mjaftueshme për bujqësinë pritet që të reflektohet jo vetëm tek fermerët, por edhe tek konsumatorët përmes çmimeve të larta në treg.